Pse nuk rrëzohet qeveria? Qeveria e fortë është. Qeveria e fortë, bashkë temel është qeveria. Kush mund ta rrëzoj qeverinë? Kërkush, Amerika. Kur mund ta rrëzoj Amerika qeverinë? Ta kapi përveshi. Po vjedh, po i bën tona dhe asnjë gjë tjetër, neve kemi fajin, as kërkush tjetër. Ka shumë probleme, vetëm qeveria i qëndron në këmbë. Kjo është punë e socializmit. Qeveria ka mbështetën të Europës, pas e pasat janë hajdut për vete, vjedhin për. Ke pasat deputet, bjes një takim që bërja i arrovaj. Ajo von der Leyen doli nga mbledhja, se i thotë ke vjedh këta. E dyta. Ky ka përkrajnë e Amerikës, se ky e shetë Shqipëri bën copa, ky e shavi u tallë në Trumpin, qas i bëri, dhe kërë puna i dha gjysmën e vlorës edhe sezonin. Atë janë pika strategjike të vendit tonë. Tashi duke bërë këto gjëra, Trumpi është tregtar, nuk merret me kush vuan, do vuaj. Këta i përkrajnë gjithë jetë. Spaku që thonë juve, spaku o zero me visht. Ata ka kryer Rama, që shtatë Rama me spakun. E arrestojnë Ballukun, sa zonë, kush jeti? Këta nuk, këtu asnjë gjë s'bëhet, dhe në një që arrestohet, këta çfarë bëjnë? E zjerrin gjyq. E do në 15 vjet, pastaj e bën 12, 10, 7, dhe i fut një shërbim prove edhe pa ju vjedh, pa ju marr vjedhjet. E rëndësishme është pasuria, merri pasurinë. E një gjë ka ndodhur me të gjithë dhe kështu do ndodhi. Unë kam frikë se do lirojnë dhe liron verinë edhe lekët nuk ja marrin. Kur do rrëzohet kjo qeveri dhe çfarë mund të bëjnë shqiptarët që ta rrëzojnë? Lidh me Amerikën, është në Europë si të rrëzohet, kush të rrëzohet? Ai ka thënë kështu do ikë kur dua unë. Frikën e kishte nga Amerika ja shtroi rrugën si do ky, e theri atje turp. Theri atje, ai s'ka lënë gjë bën Shqipëri. Atë thërë në Amerikë. Ka korruptuar Rama Amerikën? Po patjetër. Po ja, me Kornigalin. Ata e dënuan të edhin, tutë ne. Është fakt. Kur do shëmbet kjo qeveri? Ndash shëmet, ndash më shëmet në Shqipëni, çdo gjë ka marru. Shqipënia do një kryeministër si Mehmet Çevu. Atër vjetë në. Qeveria, shëmet, me pas njerë të zotët, që ato që i thonë popullit me avun men. Gjithë ata që i përndojnë, popullit nuk e vën men, ka marru. Ata nuk lejnë asë tek. Kush mund ta shëmbi qeverinë, populli? Populli ka rarë shumë. Ka humë besimi, janë kun njetit, janë mërzit. Ja për shumë më mpit. Pak në si njënti. Pak në si në matë madhe e kam, se rinia nuk preferohet, nuk sidhet, nuk trajtohet me rinia. Po që trajtohet rinia, po që du më kuju. Unë absolutisht vetëm me dhe në menim. Në të në dy menim, jeri, me mojë qaftësi, të shajnë, mos e u fibër gjithë hiqë, me mojë qaftësi, vetëm shretën. Po këtu e rinia a viktim. Po që rinia viktim shumë më tërësër. U jam shumë i shqetësuar se rinia nuk ka të drejta që i meriton. Do shëmbet ndonjëherë kjo qeveri? Do të ketë popull, që i gëretëm kam, po popull me men, jo pa men, ti qeveri do të ma mirë e dërheqen se të rëtojmë ne, me kanon. I thëmë, ti e dërheqen e ke marru. I e dërheqen se në të mirën të anë, o në nërën të anë, jo të rëtojmë ne. Se po të rëtojmë ne, do të rëtojmë e ti në pushtësi, po në dojmë një qeveri që ato që i thu popull me asë me thu. Njëri që e mështër popull, në gënjën, nuk që e tje. Se rinja pas e humë besimin. Shofë se unë e humë një herë, ti e humë 10.000 herë. Edhe ke drejt. Ta drejt unë ty, ta pu drejt që me më shumë ty. Po për që punojmë na? Por ne? Ja, rinja punojnë, ne punojnë për vlasin e i. Me i mu, me i mësu, me i mërojt, me i unë pushtet. Po kush do vi tjetë, kush do të zëvendësoj? Kjo duhet biri, po s'ka kush do të zëvendësoj. Ai që ka vran bulevard, që ka djegë atje, s'është më për këtë punë. Hike ai, ve një të ri edhe fiton, nuk diskutohet, më në vitit të rëzohet qeveria. Po duhet dhe njëri ke Partia Demokratike. Kush mund ta rrëzoj qeverinë? Partia Demokratike me një person tjetër, jo me Sali Berisht. Me Sali Berisht nuk rëzohet, sa prodhot 30 vjetër provuaj. Nuk kemi besim fare. Unë jam i djathë. Kur shoh Saliro aty, më rëzohen sy, se do të shoh më.
E ka atë serianën tjetër, ka atë shumë atë rjetë vetë, që janë tamam për të punë. E të votojmë. Dhe ka fajin Sala që nuk bie qeveria. Ai e ka bloku për të. Po ti që të Sala, do rëzohet qeveria? Dorëzohet direkt. Direkt për 6 muaj, vitu shumë. Se votojmë gjithë për të. Se këto e kanë shkel, e kanë po balë fare, hajtë do të liku mallë. Duhemi njëri të ri që ta rifreskoj, po kushta... Me sa nuk rifreskohet, se kemi provu. Vizitohet me shokun tim, që një basketbolist nuk mund të bëj këto punë, ai është basketbolist. Aty duhet një inxhinier ndërtimi, në çdo basketbolist aty. Çdo gjë shkatrua andej, hidhu këte, ullu andej, merr këte. Edhe ka drejtë dhe Sabriu, ai se ka emrin Sabri, ai PD-s. Ai PD-s, më se ka Li Berisha. Ka dhe të drejtë e se ai shprizon budallikët e këtij dhe ai bën e strata, bën histori. Jo. Mund ta rëzoj qeverin? Nuk e rezon asnjëri. Ata të rëzum janë. Është puna, vetëm punë i shkelm duan. Kush mund të japi të shkelmin? Po mund të japi ky Edi Rama, se ai tjetri nuk ai është i dënuar. Është i dënuar i budallaj tjetër. Ai bën hajdeni, vazhdoni. Ai vazhdon, bën e ndigjoj deri në darkë, deri në fillon që nga mjezi, ndreken, masdite, i kanë dhe foto këti, ku i gje fuqitë, 80 vjeç ku i gje fuqitë, unë po mirë mend jam të për ilacet. Ku i gje fuqitë, Edi Rama do dënohet, s'është ai që vendos dënohet Berisha, nuk është Berisha që janë bërë gjithë prokurorë, gjithë asnjë nuk merret me çështjen. Të gjithë me Berisha, jo ti bëra ajo, jo të dali ky, jo të dali ajo, jo po ajo bëri gabim se kishe kështu, jo po ti iki. Nuk po merr vesh se kush është prokurori e kush është punëtori. Se të gjithë bëjnë atë ku mërzitet. Po duhet dikush të plasim me këto gjëra, se unë nuk e marr vesh, nuk e kuptoj. Nuk e ndigjoj deri në 12 natës si ka mundësi. Si ka mundësi, hap televizorin, shoh atë Ali Berishën, gër, nuk pushon, nuk çfarë drejkin. Si ka mundësi, ku i jep fuqitë? Po qeveria nuk rëzohet, sepse një qeveri që ndërtohet me krim, me drogë, me rrugaça, me banda, si rëzoka. Ato duhen forcë mendore, forcë politike, forcë qytetare, forcë shoqërie civile, të gjitha duhen ato të bashkohen dhe rëzojnë. A kupton, nuk rëzohet një kështu tjetër kështu. Si ka mundësi që rrugët po bien male, çdo gjë vetëm qeveria i qëndron në këmbë pa lëkundur? Edhe kjo qeveri do bjerë, po duhet durim pak, sepse ka ra, po nuk e kupton ai. Por dorim ne di brond një fjalë urtë popullore. Gomori thotë inshallah jam nëndër, po uku e hate. Kjo rëzo, po s'e kupton. Nuk e di se si mund të rrinë kryetar qeveria në një kohë kur gjysma qeverisë kanë burg. Një zëvendës ministër i hiku për korrupsion dhe thot handarda ma shpinës time. Një Ballukën në burg, një Erion Veli në burg, gjithë në burg handarda ma shpinë. Kjo është një galibar që ki hanë gjak shqiptar dhe handardën me gjithë ranjë. Ky, po ki do të ketë shumë pasoja. Ki do të ketë shumë të vështirë në jetën kur në momentin të bjerë nga qeveria. Një nga kryeministrat më të vështirë ki do të ketë jetën në publik. Se të gjithë tjerët e kanë shumë pushtetin dhe janë të lirë me qytetarët, ullën pinë kafe kudo, ki do të ketë të vështirë shumë, ki së në rrinë dhe me fëmijët e vetë. Çfarë ka bokim këtë popull? Ky. Ja një ky. Kush mund të arrëzoj qeverin? Revolta popullore dhe qytetare, shoqëria civile. Arrin alamet të rish vetëm kafeve.
Pra dorëzohë kjo vllaç, këtë e thjesht, ti ke vjedh. Është këtë e thjesht, ma ke vjedh. Pra një qeveri që vjedh, si rrim pushtet? Si drejton ti të vjedh? Janë bërë gjithë protesta kohët e fundit edhe prap. Protestat janë bërë, do të bëhen, do të vazhdojnë të bëhen, dhe do të jenë protesta më të forta. Dhe unë bile edhe ato të Partisë Demokratike njohëzit dhe nuk e kuptoj edhe ato që thonë revolt paqësore. Ma gjeni mund çfarë vendi të botës ka revolt paqësore. S'ka revolt paqësore. Revolta e qeverisë duhet dhunë dhe forcë. Dhunë dhe forcë të fuqishme, që ai mos ketë ka të dalë edhe ka tike. Kështu rrezohet. Rrin njerëzit rrugëve, gjadeve, pa lek, pa kuzhon, ndihmë pensionistët të luajnë domena. Janë të marruar me i ba ky kokuldiset, krefët, ato shkën në parlament, balukja me pasqyra, me makjazhe, pra ka një parëgori për të bërë makjazhe, jo në parlament. Ato bën në parlament, o gjatë. Pra ka marru, o degradu kivan. Kaq. Faleminderit.